Kurani, vëllezër të nderuar, ta mbjell imanin. Kurani ta fuqizon bindjen. Kurani të pajis me konceptet edhe vlerat e mira dhe të sakta, duke u nis nga fjala Allah të Zogjel. Edhe këtë, vëllezër, duhet me pranu me zemër të hapur, me qel zemrën, me pranu fjalë të Allah të Zogjel, realitetet që na shpall Allahu subhanahu wa taala. Qad ja'akum, çka Allahu thot, juve ju erdh çka? Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Juve ju erdh prej Allahut dritë dhe një libër i qartë. Drita, vëllezër, çfarë efekti ka drita? Me largu çdo gjë që është e errët, që është e paqartë, me sjell qartësi. Prandaj wa kitabun mubin, një libër i qartë. Yahdi bihi Allahu, me këtë libër, me Kur'an. Prandaj angazhimi me Kur'an. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Allahu me to t'i udhëzoj ata të cilët e dëshirojnë, e kanë synim çka? Kënaqësinë e Allahut azza wa jall. E i zon tek çka? Tek rrugët e shpëtimit. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhnih. Dhe i nxjerr nga errësirat dhe i dërgon tek çka? Tek drita një, me lejen e tij. Dhe thot në fund Allahu azza wa jall, dhe i udhëzon në rrugën e drejtë. Shiko prap, udhëzimi në rrugën e drejtë, që kemi përmend tek surja El-Fatiha. Ihdina as-siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Forcona, kuptimin e ka po ashtu, forcona, jep na stabilitet në rrugën e drejtë. E Allahu azza wa jall këtu, përmes këtij Kurani, i udhëzon ata të cilët e synojnë dashurinë e Allahut azza wa jall, e synojnë kënaqësinë e Allahut xhella xhelalu, edhe i udhëzon tek rruga e drejtë. Kurani, vëllezër të nderuar, ta mbjell imanin. Kurani ta fuqizon bindjen. Kurani të pajis me konceptet edhe vlerat e mira dhe të sakta, edhe të jep kriteret e duhura, edhe të mëson qysh me reagu, qysh me u sjell, qysh me u përball me gjendjet, realitetet dhe sprovat të ndryshme. Kurani, vëllezër, është njësia matëse e çdo gjë që është e drejtë dhe nga ajo që është e pa drejtë. Njësia matëse për të vërtetën dhe na definon se çka është e kota, çka është e mira, çka është e keqja, çka është e dobishmja, çka është e dëmshmja, dobin dhe domin. Referenca është Kurani famulart.